për të konstatuar mosmarrëveshjen e tij dhe GKK-s. Për shkak të vendimit për pezullimin nga detyrat dhe ne vëmre ministres apo të ligjërisht, po ta shikosh të lloj debati, vëmre që gjykata kushtetuese, që është produkti i kësaj reforme, erëzoi duke qenë në një numër të barabartë. Pra, nuk u shpreh urrëzua për shkak të pamundësisë për të marrë vendim. Që në këtë moment bie gjykata, ka rënë gjykata kushtetuese. Mirë? Pra, në themel, kjo mazhorancë, siç duket në dukje, nuk ka ndërmend të bëj drejtësi, padyshim dhe produktet e saj nuk kanë patur ndonjë ndërmend dhe nuk kanë ndërmend të bëjnë drejtësi, por bëjnë sikur i japin drejtësi. Për të hyrë në themel, në gjykatën kushtetuese nuk u paraqit GKK-ja, po u paraqit pala e interesuar struktura e posaçme, e cila nuk ishte në konflikt të drejtë për drejtë me qeverinë. Po për shkak të deklarimeve të mparshme që çfarë prokuroria në kuptimin formal në konflikt me qeverinë se GKK-ja, jo po si ishte prokuroria. Prandaj nuk është kapur ky lloj detaj. Por në kuptim të deklarimeve të mëparshme të strukturës së posaçme, që thoshin, pranonin, që çfarë duam ne e bën gjykata, atëherë që në këtë moment unë arrit të kuptoj që artikulimi i kësaj strukture është sa i padrejtë, po dhe politik. Sepse prokuroria flet në emër të shtetit, nuk flet në emër të popullit. Do të thënë, janë sa nocione të cilat të çojnë në konkluzionin që si struktura e posaçme dhe GKK-ja, sa kohë kjo mazhorancë i prurit si produkt, do mbajnë të qëndrim të tillë. Madje unë e thelloj që mos të flas më. Unë mendoj që ka një kompromis të heshtur bek midis kryeministrit dhe strukturës posaçme. Dhe për këtë thuaj se bindem në mënyrë të përditshme. Pse bindesh, mund të pyesësh ti? Po fakti që kryeministri thotë që subjekti nuk ka kryer vepra penale mbi 5 vite, do të thotë që ata kanë quar një kërkesë. Pra vepra penale që parashikojnë dënim mbi 5 vite burg. Pra, nuk përbën shkakun e vërtet të dyshimit mbi veprimtarinë e Ballukut. Por nga ana pra e kanë krijuar avantazhin. Me akuzën e bërë. Nga ana tjetër, kryeministri përdor Komisionin e Mandateve për te kufive kushtetues dhe ligjor në diskutimin për dhënien ose jo të autorizimit, sepse janë koncepte ndryshme, gjë të cilën prokuroria nuk e